në to, në ato gjenet apo në ato kulturë pallate, janë hyria, të cilat shikimin e tyre e kanë të përqendruar vetëm të burrat e tyre. E që nën kupton, ato me gjithë mirat që kanë në gjenet edhe ato, sikurse ne, krejt mirat në anë, prezenca e burrit në anën tjetër e amon të mirave tjera. Pra ata kanë thënë ulemat, ndërto Ibn Kathiri thotë, është transmetuar se ndonjëra prej tyre hyrijave e thotë burrit të sajna. Nuk ka diçka në xhenet që e dua më shumë dhe që kënaqem të shikoj më shumë se sa ty. Dhe se në falenderoj Zotin shumë që ty të ka bërë rrezik tamin edhe mu më ka bërë rrezik tamin. Pra për të bukuria më e madhe e krejt gjenetit është burri për te. Dhe ajo nuk ka diçka që dënë në gjenet më shumë se sa ty. Dhe krejt mirët e gjenetit një anë, ti një anë ti e ma i shtrejt për ta. Kësa gra ka pregaditër Allah për ne. Ama me kushte, të kushte të sekën më herë, me ka bërri mirë, dhe bërri mirë fërti mirë. Pjesa e bërni është me tutë Allahut, me tutë qëndrimit Zotit në ditën e Kiametit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Tani, pasi që Allah i përshkroj të bareke wa ta'ala, se për rëftë ti të devotshëm ka gjenete, ka lumej, kroje, fryte, pëm, pallate, kulturë, mahnitse, tjere tjere, në vazhdim, Allahu të regon se për gjenetlit në gjenete ka pregaditur hyria të gjenetit. E thëtë Allahu Azza wa Jall, فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن من قبلهم إنس ولا جان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان Nëto, në ato kultuqe, po mund tjetë edhe në gjenetë, ane. Ka hyria gra të gjenetit, të cilat i përqëndrojnë shikimet e tyre, vetëm të burrat e vetë. Fihin qasiratu tarf, në to, në ato gjenet apo në ato kulturë pallate, janë hyria, të cilat shikimin e tyre e kanë të përqëndruar vetëm të burrat e tyre. E që nën kuptan, ato me gjithë mira që kanë në gjenet edhe ato, sikurse ne, krejt mirat një anë, prezenca e burrit në anën tjetër e amon të mirave tjera. Pra te kanë thonë ulemat, ndërto Ibn Kathiri thotë, është transmetuar se ndonjëra prej tyre hyrijave e thotë burrit të sajna. Nuk ka diçka në xhenet që e dua më shumë dhe që kënaqem të shikoj më shumë se sa ty.
Dhe se në falenderoj Zotin shumë që ty të ka bërë rizk temin edhe mu më ka bërë rizk tamin. Kjo është kuptimi të ajeti. Fihin në qasiratët tarf, në atë gjenetik, pra ka gra, e që është fjala për hyria. Pse për hyria? Sepse Allah po thot më vazhdim, anë pse nuk përmenan, emrin këto hyria. Sepse Allah po thot më vazhdim, lem yatmithhun insun qablahum wala jan. Ato se ka prejk askush më herët, as njeri, as gjin. As një. Sepse janë kriju në gjenet, nuk janë gratë të dynjas. Gratë të dynjas janë tjera. Ato kanë mujtë me arë të ne, për ne, me shku diku tjetër, kanë mujtë me shku diku tjetër ta në për ty në me arë të ne. E që njëta gru, kanë rodu të rëburra. Plët ka gra në këtë dynja. Dhe në gjenet shkojnë ato. Andaj nuk vlenë ka jetë për to. Sepse ato janë të prekuna, pe burrave të tjere, jo edhe veç për këtina. Nga se grua në gjenet, nëse ka ma shumë se një burë, se pas mendimet më të fort, anë pse ma shumë se një mendim, gruja shka me burë në fundit. Pra ta më që gjenet li 2-3 që ka pas më herët, por këshka me fundit. Por këtu Allahu ka për qëllim për hyria. Fihin në qasiratët tarf, në to janë gratë të gjenetit, hyria, të cilat janë të përqendruara, të fokusuara, shikimet e tyre vetëm të burrat e vetë. Pa për të bukuria më madhe e krejt gjenetit është burri për te. Dhe ajo nuk ka diçka që dënë në gjenet më shumë se sa ty. Dhe krejt mirët e gjenetit një anë, të një anë ti e ma i shtraj për ta. Kësa gra ka përgatitër Allah për ne? Ama me kushte. Këto kushte të sekën më herë, me kam borri mirë. Me kam borri mirë. Dhe borri mirë fërti mirë. E pjesa e bërni është me tutë Allahut, me tutë qëndrimit Zotit në ditën e kiametit. Kjo ajet është ngjajshëm ajetin e sura Safat, wa indahum qasiratut tarfi ain. E pranë tyre qëndrojnë hyrit sy më dhënj, apo sy më dha, me shikim. Me shikim të përullur. Ku atë në surat Safat, kemi folur bukur gjatë dhe kemi përshkruar edhe atje hyriat dhe në vjen prap më vonë, ku Allah Azza në cek prap hyriat në surat Ar-Rahman, po këtë surat të cilën jemi. Lem yatmithhunna qable insun qablehum wala jan, ato se ka prek as kush para tyne, as njeri, as gjin, fe bi eje alai rabbikuma tukadhiban, e për çfarë mirësish e begatish të Zotit tuaj përgënjeshtroni jo, o ju njerëz dhe ju gjin. A nuk e shefni se çka ka kriju i madhi Allah te bareke ve taala për robët e tij të devotshëm. Ka'annahunna al-yaqutu wal-marjan. I përshkruan Allah këtu hyria dhe thot, ato janë si kurse gjevahiri, diamanti. Kjo kuptimu ka dojtë mu ma i afërmi, anë pëse nuk... Këta në komenta jetit Arab nuk kanë mujtë një në kuptim sakt, el yakut o el mërgjan. Jenë burë që mu shumë për gjithësi. Për shembull yakut, dësa kanë përkthy teknikë të kanë thanë në rubin, e që jenë gurë të qmuar me ngjyrë të kuqe, pra hyria të kanë qatë që shkëlqenjë, të mahnit nga bukuria. Ullë mërgjan kanë thonë dhe korale, e që jenë ato shtatë, se dalën folë të bive në tokë, në për deti poshtë, në urat e detit, edhe formojnë si lloj shkëmbinj.
ama mahnitin për ngjyrave të bukura dhe jenë bukuria rrallë e detit. Por, ndoshta edhe kuptimi si gjevahiri e diamanti, e që ka në komentim të kuqërenta në të bardhë, faqet e kuqe, por ngjyrën e bardhë, e sytë e zi, e të mëdhej. Pra Allahun e përshkruan ato hyria, se sa të bukura janë, e që Allah i ka pregaditur për ne. Fe bi eji ala i rabbikuma tukadhiban, e për çfarë mirësish e begatish të Zotit tuaj përgënjështrani, o ju njerëz e ju gjenë, hel jazaul ihsani illa l'ihsan. Pasi ne ceku këto të mira, që ka përgadit për ata që kanë frikë Allahun, thëtë Allah, të bareke o ta'ala. A nuk është shpërblimi veprës së mirë, vetë se me të mirë? Shumë më rëndësishme është kjo fund këto. Pra, pse Allahu me ne dhanë neve, Allah në bo për tyne, këtu të mira, që ka bënëm na? Allah për të hel gjezau l'ihsani ila l'ihsan. E shpërblimi i të mirës në klapa që e ke bët ti në këtë dynja, e ka dhëru Zotin tanë jetën. La ilaha illallah. 70 vjet as një ditë s'ka ikë sabahën. Kur s'ka thonë po flaj sot se marrove amrat 2 natës e në pjesën e 3 natës e s'u ka marrë gjumi ta natën e jem konë pa qef. S'ke pa qef t'jelë që me falë sabahën. Pa të ujtë nëzit, pa të ujtë ftafte, rrime, pa rrime, pa lëqe bore tërën, te ke falë sabahën. Ose Yasin. Ose bjen Ramazani verës atë dimit, atë dita e gata, atë dita e shkurta. Ti thu nefësit tënë kime agjeru edhe në kopsh. Kime agjeru edhe më shele. Kime agjeru vesh në shtrafsh në bosh për spital të e të aprishin atje. Se ty i bën të ke prish. Jo një herë, jo një ditë, 70 vjetë. La ilaha illallah. E ta në saharin e robit kuti me bo haram. E që tema kërësore për lidhe të friga ndaj Allahut. Po nuk ka bo harama, jo. Jo, mërë, jo. Largë harama vërënaj. Jo me të keqë, ani. O me të keqë si tu, po. Ja, erdi koha tash një, po hajrin. Pra këtë të mija që i ka bo robi, ka kry farzët e Allahut, i është shmangur, distancuar, harameve, këto të mira, ka jetu me Allahun, për Allahun, me sënët pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Ka hjek, jeta plët e përplet me sfida. Në të në zamanet, në të në kohërat, të dy gjinit, në rini e plesni, vesh dikuj ma rën, dikuj ma let, e kështu me dikuj një sprov tjetër, dynjaja kështu. Por tam të kanë jetë, ta shqitë mirë që kanë bëhta për Allah. Qysh mja këti Zote, me të mirë. O hel gjezau l'ihsan, a është shpërblimi të mirës, illa l'ihsan, për pas me të mirë. Pra, qysh të mirën të këtën me të keqë, insani po, ja insani din me të këthy. E ta një robi thët, qysh bre gjithat mirë ja bona, ma këthy me të keqë, ta këthy se është insan. Insan është. Kjo është kur pamës. Bile din me qenë në rabbi nefësit vetë, të keqen, se s'ka legjik këtë dënja. Muslimën e jo muslimën, me legjik të shëndosh, që mund të pajtej se të mirën bërë me këthim me të keqe. Ama ta këthen, ta këthen. E që i thënë parimet, njërzore, fetare, i madhe Allah, është aji i cili e mban fjallën, është aji i cili shpërblen shumë, dhe kja e mira, e ka të mirën, në kalorin tonë, edhe të njerëz, e lemë të Zoti.
E ka të mirën Zotit, ti ke bu, a nëpse Allah së në bu, qa Zotit zërë për neve? Por Allahu, thë ty këni bu për mu, që është të për Allah në këna pana. A nëpse a i nuk kanë zërë për ne. E ta shë e nash problem neve këto, me këto të mirat pavëndshme. Andaj, Bebeja la e rabbikuma të këdhiban, e për çfarë mirësish, për gënjeshtërën e njerëzve ju gjenë, për të mirë që ka kriju Zoti për ju, për ata që punojnë, jetojnë për Allah. Pra, le të qetë insanin peshoj. Vështërsitë që kanë këtë dynja sa do të qofshin. E mundën në sakrificet që bën për Allah. Ja vlemre barat që ranë, ja ku vjen koha. Dhe vështërsitë e dynjas shkojnë, sepse këtë dynja janë shkanë. Dhe harrohen ato. Harrohen ato. Bile vesh kur të na kujtohen ditë kiameti, kur të lexojnë në kitabin që na për ditë kiametit, apo kur bëjnë Allahën xhenet me zvete atje, se që kemi hjenë këtë dynja për ndryshe, harrohen hjekat. Ama mbetet sevapi i madh. Sakrifica, durimi, urtësia, të në këtë shkojnë, por mbetet fryti, mbetet sevapi, mbetet shpërblimi, dhe ja dhije koha me na shpërblim madhe Allah te bareke ve teala. Allahu na bëj për atyne që shëjtë të mira, ja Rabbel Alemin. Allahu jon, Zoti jon, mos ne bë haram të mira, ja Rabbi. O Allah, bëna nasib xhenetin e këto të mira, ja Rabbel Alemin. Zoti jon na bën për atyne që ta kanë frikën tonë në këtë dynja, e kanë frikën e qëndrimit para te në ditën e kiametit, ja Rabbel Alemin. E na bën për atyre që trashëgojnë të dy xhenete dhe të mira që janë to, ja Rabb. Me mirësin tënde, e fadeletin tënë, e rahmetin tënë, e jo me punët e tona. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallillahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu alam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.